Mirë po, fakti është që nuk ka pas gjetje në mas, pra numrat mëdhej të mbetjeve martore apo lokalizim të varrezave, qofshin masive apo individuale. Dhe kjo është si pasojë e mungesës së informacionit dhe si pasojë e mos zbatimit të marrëveshjes, respektivisht të deklaratës së përbashkët të kryeministit Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić për çështjen e personave të zhdukun. Problem tjetër është mosmbajtja e takimeve dhe këtu mendoj që Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialog kish mujt më bë më shumë. Tek e fundit edhe marrëveshja ka para pa që ndërmjetësuesi pra Bashkimi Evropian në rast se e vren që njëna palë ose dyja palët nuk zbatojnë marrëveshjen, atëherë munden më ndërmarrë edhe veprime ndëshkuese, pra sanksione të ndryshme, mirë po ne nuk kemi pa diçka të tillë nga Bashkimi Evropian.